Punimet nga zona e tunelit në Ujnë e Ftohtë deri në Radhim dhe Orikum vazhdojnë për projektin Lungomare 3. Administratori i Njësisë Administrative Orikum, Selim Askoçelaj, thos se ky projekt madhor është më i rëndësishmi që po bëhet në zonë. Sipas Askoçelës, projekti Lungomare 3 ka vëmendjen e qeverisë shqiptare, teksa përgjatë gjithë këtij projekti është vënë edhe një shtim i ritmeve të punimeve. Askoçela garanton se deri në nisjen e sezonit veror do të ketë përfunduar një pjesë e rëndësishme e punës në realizimin e këtij projekti. Lungomarja dhe me detyrimin e qeverisë, po edhe një film serioze që ka bërë punime nëmlore, ka bërë goxha punime të mira, firma Fusha dhe firma 2T, i kanë darë me lote dhe ata me nën kontraktor dhe punojnë në çdo metër të Lungomarës. Po të vini jo, të shikoni, punohet në çdo 50 metra ke një firmë që punon. Pra i çdon përparësi, nuk besoj se do të arrihet që të përfundohet e gjithë Lungomarja për këtë sezon. Po pjesa dërmuese e punimeve themelore, kardinale, që japin ngjyrën në shëtitores, besoj do të mbaroj. Jo vetëm një projekt i rëndësishëm infrastrukturor, por gjithashtu një vepër madhore e cila për Radhimin dhe Orikumin do të sjellë zhvillim. Administratori i kësaj njësie, Selim Askoçela, tregon se përfundimi i Lungomare 3 do të ketë impakt pozitiv edhe në rritjen e numrit të turistëve në zonë, duke sjellë gjithashtu edhe më tepër të ardhura për banorët e zonës, por njëkohësisht edhe më shumë investime. Shumë. Orikumi do të jetë bazë, shiko. Këtu ka disa kritikë që thonë u hap tuneli, do na godasi neve. E rea ashtu goditet gjithmonë, do të ketë edhe për ne, turista, do të ketë edhe turista që do të shkojnë atë. Do të ketë edhe nga ata që do vinë të blejnë këtu, sepse nuk rinë do të në i marë për shumë për një natë 200 euro. Në një kohë që do vinë në Orikum të roj, apo në Dukat, me 50 euro natë, apo me 70 euro, me gjysmën e asaj. Dhe ne sot i shikojmë që punojnësit, gjitha ndërmarrë që punojnë në vinë bregdetare nga tuneli edhe mbrapa, nga Zamirmani i themi atë, janë vetëm tonë, janë të punësuar. Ne nuk kemi njerëz, ne kemi nevojë për punëtorë sot. Të gjitha firmat që vinë, ka nevojë për punëtorë. Dhe punëtorë s'ka, fatkeqësisht se kanë nikur. Bëjnë dhe zgjedhjen e tyre, por u kam shpresë që një të ardhmë shumë të aftë ata do të kthehen, sepse kanë pronat e tyre për të zhvilluar me këtë infrastrukturë që bëhet ndërgjimi, rrugët, ujpishët, ujrat e zeza. Ne jemi pas bashkisë Vlorë, kemi depuratorin më të mirë, depuratorë që se kanë qytetet e tjera, se kanë qytetet, është bërë depurator në Orikum, pra atë perspektivë ka. Njerëzit duhet të shikojnë që investimet themelore që i bërë në qytetit, që është infrastruktura në toksore, në bashkinë e Orikumit, në njësinë e Orikumit, janë duke u përfunduar. Pritshmërit janë që vitet e ardhshme, Orikumi dhe Radhima të kthehen në zonat më të frekuentuara dhe kërkuara në qytet, duke i dhënë një motiv shtesë banorëve të zonës që jetojnë prej vitesh në emigrim të rikthehen në atë dhe për jetesë, punësim, por edhe për të investuar.